Përshëndetje miq të dashur. Të ndëgjojmë së bashku e Koran Muratin, Ministrin e Financave, se çfarë thot sot në parlament. Këta janë gjendje me i lanë edhe 700 punëtorë të RTS pa paga, janë gjendje me i lanë edhe 85.000 shërbis publik pa paga, janë gjendje me i lanë edhe 400.000 fëmijë pa shtesat fëmijëve dhe 300.000 pensionistë pa pensione, vetëm që mos rasisht dikush po ja le fajin Albin Kurtit e që këta pasaj me dale dhe me kritiku Albin Kurtit. Domethënë këtu ka ardhur situata. Pra është një opozit e përbashkuar në një qëllim të vetëm. Jo për mirëqenje qytetarëve, jo për përparim të vendit, jo për zhvillim të vendit, por vetëm në kundërshtimin e tyre ndaj Albin Kurtit. Gjë që është tragjike, është përkeqardhje. Me të vërtet, miq, kjo është përkeqardhje. Si patën forcë sot opozita, mos me votu të paktën buxhetin. Për rruga, për parë për fëmijë, për gjitha. Zoti na rujt prej tyre. Respekt, përshëndetje.